Natyrisht që unë politik kam hyrë për disa arsye, por arsyeja kryesore e hyrjes time në politik ka qenë kur kam parë vendin tim që po shpopullohet. Një vend i mrekullueshëm si Shqipëria, që e ka sot familjen të ndarë në dysh. Një pjesë që jeton në Shqipëri dhe pjesa tjetër që jeton përgjithsisht në Europën perëndimore. Kur iknin fëmijët nga shtëpia thonin, "O bobo, na iku fëmia." Ndërsa sot un kam dëgjuar prindër që thonë, "Do zoti, më ikin fëmijët jashtë shtetit se në Shqipëri nuk shkollohen dhe nuk jetojnë më." Çfarë ndryshimi rrënjësor ka ndodhur në Shqipëri? Zona më shpopulluar e qarku Durrësit është Malësia e Krujës me 48% ikur. Sipas Instatit, unë mendoj që kanë ikë mbi 75%. Me këtë projekcion i bie që Shqipëria e vitit 2040 na shkojnë në 800.000 banor, saç kemi qenë kona me Zogut. Ky japim një mesazh edhe familjes shqiptare, e cila ka qenë në një agresion të jashtëzakonshëm. Ta na e quajtën babin prindi 1, ndërsa nënën na e quajtën prindi 2. Prandaj është shumë e rëndësishme data 11 për t'i dhënë një përgjigje tjetër. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja dhanë me datë 5 nëntor, ne përgjigjen do t'ja japim me datën 11 maj. Si ta bashkojmë familjen shqiptare? Unë jam shumë krenar që kam shkruar programin e Partisë Demokratike për riatvesimin e shqiptarëve. Kujdes, ne jemi për riatvesimin e shqiptarëve, jo për ripopullimin e Shqipërisë. Ripopullimi është një koncept i nxjerrë nga Edi Rama për të sjellë këtu njerëz të vendeve treta, siç është dhe marrëveshja Rama Meloni në Lezhë apo në Seman. Prandaj ne duhet ndaj mendjen. Jemi për zhvillimin e turizmit apo jemi për ta kthyer Shqipërinë në një kamp masiv refugjatësh. Prandaj është shumë e rëndësishme programi i Partisë Demokratike dhe kemi marrë fjalën e kryeministrit i Arshëm Sali Berisha për një gjë. Do të krijojmë Ministrinë e Familjes sipas modelit polak, kroat dhe hungarez. Do të jetë një kujdestare për riatvesimin e shqiptarëve. Në rast se ne kthejmë fëmijët nga jashtë brenda, fëmijët tuaj, atëherë familja shqiptare prosperon. Thumana prosperon, gjithë fushkruja prosperon, kruja po ashtu edhe Shqipëria. Prandaj 11 maj është një ditë e jashtëzakonshme dhe ne duhet lidhim besa bes që ta shporrim Edi Ramën dhe shpurin e maskareve nga pushteti. Jemi një orë nga Vjena. Nuk kemi qenë kështu para 12 vjetësh.